Komandant Alban Dervishi do të bëhet I pari oficer me origjinë shqiptare që merr komandën e një anije luftarake të flotës së Shtetet Bashkuara të Amerikës, USS Pearl Harbor. Alban, urimet më të mira. Faleminderit. Sa vjet ke në marinë? 25 vjet. 25 vjet. Sa vjeç ke ikur nga Shqipëria? 16 vjeç. Ishe në çfarë shkolle? Petronin Luarasi dhe Vasil Shanto I kam për të dy. Dhe 25 vjet ke punuar në marinë. Kur e merr komandën e anijes USS Pearl Harbor? 25 qershor. Në 25 qershor do të bëhet komandanti I parë me origjinë shqiptare që merr drejtimin e një anije amerikane. Është jeta e marinësit siç duket në për filma? Po pse ja, dhe një farë pike. Çfarë grade ke? Gradën e kam commander ose në ushtrinë shqiptare si thuhet nën kolonel. Po këto të gjitha çfarë janë? Këto janë vite punë. Ato janë vitet e punës, edhe sakrificave. E sakrificave në për vite. Je I martuar? I martuar me një nuse shumë të bukur kërçare, por edhe shumë të fortë që më mbështet në Sa karrierë. fëmijë keni? Kam 3 fëmijë, Aileen, Aiden and Sylvia. Të rrojnë fëmijët, pyetja e fundit, është e vështirë rruga për të bërë komandant I anijes? Patjetër, do shumë punë, çdo gjë, çdo sukses kërkon shumë punë, por ja vlen. Puna të gjithmonë të nxjerrë në dritë thon Alban Dervishi, komandanti I parë me origjinë shqiptare e një anije të flotës Shtetet Bashkuara të Amerikës. Alban, faleminderit. Faleminderit juve.